Dhe se të japë me vrejtja dhe shpjegime në lidhur me dëshmitë e tyre. Por na gjepë. Në disa raste, prokurori në mënyrë implicite impononte dëshmitarit importin e energjisë elektrike nga kompania SE, që nuk qëndron, edhe dëshmitari në asnjë rast nuk tha, sepse vetë ai deklaroi që tregtimi është bërë me kufi. Kështu që po ashtu në pyetjen që nëse HSE është dashur të hapë kompani në Kosovë, prap ka qenë sugestioni që HSE ka bërë import e energjisë, përderisa po e përsëris prap dëshmitari në disa raste i cekët që tregtimi i energjisë prej SE-s është bërë në kufi, domthonë HSE ka bërë eksport e jo import e energjisë. Importin e energjisë e ka bërë ke në këtë rast. Bile për më tepër, ka dhe raste të kompanive tjera, të cilat janë të licencuar në Kosovë, por në disa raste në ankande kanë tregtuar përmes degëve të tyre në shtete tjera. Edhe ato e kanë bërë dorëzimin e energjisë në kufi, që dëshmojnë kontratat e vet ku thuhet që pika e liverimit të energjisë është në kufi, e jo brenda Kosovës. Që këto sugjestione po i shtrëngrojnë faktet e kësaj dëshmie. Këto ishin drejtë dhe shpjegimet tua, nëse s'ke diçka më në shmur.